Do të kemi një ditë të dytëvere, Berisha thirrje qytetarëve, votoni për shqiptarët, fëmijët dhe pensionet. Pak më parë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka votuar në liceun artistik. Në një prononcim për mediat, ai u bëri thirrje shqiptarëve të dalin masivisht në votime. Së pari, një thirrje zemre për çdo qytetar shqiptar, sot të votojnë për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për pensionet dhe rrogat e tyre, për punën, punësimin, biznesin, fermën e tyre, të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre në këtë vend, të votojnë. Unë me që më pyet, çdo njeri që takova, unë takova shumë njerëz të gëzuar, të sigurt në votën e tyre, pra do të kemi një ditë të dytëvere, ndaj edhe njëherë thirrja ime, votoni, 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 tha ai. Ai ka votuar në qendrën e votimit pranë shkollës Kosova në Tiranë, shoqëruar nga bashkëshortja e tij Liri Berisha. Berisha ishte një nga liderët kryesor të partisë politike, ka marrë pjesë në votim gjatë paradites në një proces që do të përcaktojë përbërjen e ardhshme të Parlamentit të Shqipërisë.